Një ndër njerëzit më të ligjë thot në ditën e gjykimit do të jetë ai person i cili gënjen për t'i bërë të tjerët për qeshur. Gënjen, pra shpik, vetëm e vetëm që të prodhoj të qeshur për të tjerët. Ti buzëqeshësh vllai tënd, ti buzëqeshësh vllai tënd, edhe kjo është pjesë e sadakas, pjesë e lëmoshës, pra në vlerën e lëmoshës nga kategoritë ndryshme të lëmoshës, domethënë që Allahu ka përcaktuar për ne. Ndërsa në këtë hadith po na bën një ftesë që kujdesni nga e qeshura e tepërt. Kush është diferenca midis buzëqeshjes dhe qeshjes? Hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam në rastin konkret po flet që jetën ta marrim me një lloj serioziteti, jo vetëm me të qeshur, që ata shakat të kenë kufi, jo ta shndrojmë jetën të gjithë në shaka, që e folur ajo në përditshme përtej shoqërisë që mund të kesh me dikë, të ruaj disa norma dhe kritere të cilat nuk duhet të shkelen asesi. Personi i cili e merr çdo gjë me të qeshur përfundon në një grad tjetër, në një grad që quhet ndryshe, domethënë tallje me të tjerët. Ajo që Zoti xhallahu xhelal në Kur'anin e tij famlar thot la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum ila akhir al-aya. Të mos tallet ndonjëri me të tjerët, se ai i cili ti mund të tallësh mund të jetë më i mirë nga ty. Pra ti që në rastin konkret domethënë bën si i shkatët apo bën si i zgjuar, bën si i mençur. A do të thotë kjo se profeti sallallahu alaihi wasallam fton për një musliman të zymët, i cili nuk din të qesh, nuk din të bëjë shaka dhe nuk din të jetojë një jetë asesi, jo të nderuarit e mi. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam preferonte të bënte shaka dhe thonte që unë bëj shaka, por bëj shaka vetëm me të vërteta. Apo kur fliste për personin i cili, pra në kontekstin e saj, domethënë për t'i bërë të tjerët për qeshur, një ndër njerëzit më të ligjë thot në ditën e gjykimit do të jetë ai person i cili gënjen për t'i bërë të tjerët për qeshur. Gënjen, pra shpik, vetëm e vetëm që të prodhoj të qeshur për të tjerët.